Çmimi I shpenzimeve bazë mulore sipas shportës minimale sindikale në muajin prill arrin në 68.797 denar. Krahasuar me marsin, kostot e jetesës për një familje mesatare me 4 antar janë rritur për 979 denar. Kjo vlen për familja që kanë banesë në pronësi. Nëse jetojnë në një banesë me qira prej 60 metra shkatror, sipas përllogaritjeve sindikale, shporta e prillit arrin në 84.172 denar. Pjesa më e madhe e buxhetit familjar, 37.9%, shkon për ushqime dhe pije, 26.085 denar. Sipas përqindjes pasojnë arsimi me 10.5%, apo 7.192 denar dhe shpenzimet komunale me 9.2%, ku përfshihen qiraja, energjia elektrike, uji dhe ngrohja, apo 6.338 denar. Rifreskimi I garderobës dhe kapucëve kushton 6.129 denar, ndërsa rekreacioni dhe jeta kulturore argëtuese 5.592 denar. Për transport në prill nevojiten 4.961 denar, ndërsa për vizitat e mundshme në restorane dhe hotele 4.131 denar. Në shpenzime përfshihen edhe ato për komunikime 3.417 denar, për higjien personale dhe të shtëpisë 2.667 denar, për shëndet 1.185, si dhe për mallra dhe shërbime të tjera 1.100 denar. Nëse merret parasysh e dhëna e dhjetorit prej 65.492 denar, që nga fillimi I vitit vlera e shportës minimale sindikale është rritur për 3.305 denar, ose mbi 50 euro. Kjo do të thotë se çdo muaj shpenzimet janë rritur mesatarisht për rreth 826 denar.